Faleminderit zonja nënkryetare, unë nuk e di nëse për këtë projekt ligj do shprehet ndonjë deputet i mazhorancës apo thjesht do ta arrëzojnë pa dënjuar për të thënë asnjë fjalë kundër. Nuk e di. Tani propozimi i paraqitur përmes këtij faji kujtësh që na ka zënë ora 2 e natës. Tani, propozimi i paraqitur përmes këtij projekt ligji për nevojën e kryerjes së analizave ushqimore, padyshim që është një domosdoshmëri në vendin tonë. Megjithatë, ky propozim në vetvete është i pamjaftueshëm për sigurinë ushqimore, sidomos të produkteve vendase, për të cilën do duhet të ndiejë një strategji e mirëfillt në funksion të këtij qëllimi. Meqense po flasim për një çështje kaq të rëndësishme sa siguria ushqimore, dua të parashtroj vizionin e Lëvizjes Bashk, i përbërë nga një strategji e integruar reformash në përputhje me atë të Bashkimit Evropian, ku synon të aderojmë dhe ku zbatohen standarde shumë të larta, jo vetëm në analizat ushqimore, por edhe për kontrollin e gjithë zinxhirit ushqimor, nga prodhimi primar deri te konsumatori final. Standarde këto të cilat Shqipëria qartazi nuk i përmbush, jo për mungesë legjislacioni, po për mungesë zbatimi real dhe sistematik. Atëherë, për një reformë të mirëfillt, e cila do të përmbushte një vizion strategjik, do duhet merret në konsiderat jo vetëm sigurinë ushqimore, por edhe mbështetjen e prodhuesve vendas për të arritur standardet evropiane, si dhe të mundësonte akses të qëndrueshëm të produkteve shqiptare në tregjet e BE-s. Këtë vizion strategjik, Lëvizja Bashk e propozon si të realizueshëm brenda një periudhe 4 vjeçare, duke bazuar në këto 6 shtylla. Shtylla e parë, gjurmëshmëria e plot e lëndës së parë bujqësore. Objektivi është që të sigurohet që çdo produkt bujqësor dhe bloktoral të jetë i regjistruar, i kontrolluar dhe i gjurmueshëm që në origjinë. Masat konkrete që duhet të ndërmerren janë krijimi një regjistri kombëtar digital i fermave me identifikim unik për çdo njësi prodhuese, vendosja e kartelës detyrueshme të fermës ku regjistrohen inputet e përdorura, trajtime veterinare, prodhimi vjetor, si dhe destinacioni i prodhimit, kushtëzimi i subvencioneve dhe fondeve publike me respektimin e këtyre standardeve. Atyre subvencioneve nga fondet e IPARD-it që janë ende të bllokuara nga qeveria vizionare që do hapte Akademinë e Barimve, dhe që ende nuk kanë nxjerrë para përgjegjësisë sa i duhet të këtyre fondeve. Shtylla e dytë, kontrolli efektiv i inputeve bujqësore. Objektivi është eliminimi i rrezikut kimik dhe biologjik në zinxhirin ushqimor. Arsye kryesore e refuzimit të produkteve shqiptare në tregjet e BE-s janë pikërisht inputet bujqësore, pra pesticidet, plera kimike, barna veterinare e tjerë, sepse kontrolli aktual është i pamjaftueshëm dhe shpesh formal. Masat konkrete që duhet të ndërmerren janë licencimi i rrep dhe periodik i tregtarëve të inputeve, harmonizimi i listës së inputeve të lejuara me legjislacionin e BE-s, vendosja e sistemeve digjitale për gjurmëshmërinë e pesticideve dhe barnave, si dhe investime në laborator, ato që u tha këtu, për analiza reziduesh dhe ndotësish. Vetëm në këtë mënyrë do arrihet reduktimi i ndjeshëm i rrezikut kimik dhe rritja e besueshmërisë së produkteve shqiptare në tregjet vendase dhe ato evropiane. Shtylla e tretë ka të bëjë me standardizimin e përpunimit ushqimor, ku objektivi është garantimi i sigurisë ushqimore gjatë procesit të përpunimit, që kjo të realizohet nevojitet zbatimi rigoroz i standardit të analizave të rrezikeve të pikave kritike të kontrollit ose HACCP siç njihet, që edhe pse është detyrim ligjor në Shqipëri sot, kontrolli i zbatueshmërisë nga ana e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit lë shumë për të dëshiruar. Masa konkrete që duhet të ndërmerren për këtë qëllim janë auditime teknike periodike dhe të pavarura, mbështetje financiare për modernizimin e proceseve vetëm për operatorët e certifikuar, ndarje e qartë ligjore mes tregut të certifikuar dhe atij tradicional. Në këtë mënyrë do garantojë një industri ushqimore funksionale dhe konkurruese sipas standardeve të BE-s. Shtylla e 4 ka të bëjë me garantimin e sigurisë gjatë ruajtjes, transportit dhe shpërndarjes së produkteve ushqimore. Objektivi është ruajtja e integritetit të produktit ushqimor nga prodhimi deri te konsumatori, pasi mungesa e zinxhirit të ftohtë, siç njihet, dhe standardeve logjistike shpesh herë sjellin prishjen dhe kontaminimin e produktit ushqimor pas prodhimit.
Masat konkrete që duhet të ndërmerren janë certifikimi i detyrueshëm i zinxhirit të ftohtë, licencimi e inspektimi i magazinave dhe i transportit ushqimor, gjurmëshmëria e rrugës që ndjek produkti gjatë shpërndarjes. Shtylla e 5, forcimi i institucioneve të kontrollit dhe kapaciteteve laboratorike, shka lidhet me përrekligjin që na është propozuar, pra me kontrollin e analizave të produkteve ushqimore për cilën s'dua të zgjatem shumë, po konkretisht do citoja reformimin funksional dhe depolitizimin e AKU-s në fund të ditës, që për cilin ka munguar vullneti politik në 35 vjet. Pastaj u tha këtu akreditimi i laboratoreve, krijimi i sistemit kombëtar të paralajmërimit të shpejtë, transparencë plot e rezultateve të kontrolleve. E fundit, por jo për nga rëndësia, shtylla e 6, nxitja e formimit të shoqërive të bashkëpunimit bujqësor dhe strukturave të ekonomisë sociale. Tani, një ndër problemet kryesore me të cilin përballen fermerët sot është pikërisht coptimi i tokës bujqësore nëpër ngastra të cilat nuk janë rentabël në treg nga raporti i kostos së prodhimit bujqësor me fitimin. Sa përmendam sipër, pra standardet të cilat synojmë të arrijmë duhet të jenë të përballueshme për prodhuesit e vegjël. Pra, për ata fermerë, kapaciteti individual i të cilëve nuk është i mjaftueshëm në arritjen e objektivave fitimprurse dhe bashkëpunimi me fermerët e tjerë mbi baza vullnetare, po e nënvizojmë mbi baza vullnetare, rezulton në përfitime të prekshme për të gjithë. Kjo gjithashtu duke thënë nuk është ndonjë shpikje shqiptare as jehone kohës së shkuar, sepse për efektshmërinë e shoqatave bashkëpunimit bujqësor, mjafton të përmend se Bashkimi Evropian SBB përfaqësojnë mbi 50% të ofertës për inpute bujqësore dhe mbi 60% të ofertës së grumbullimit, përpunimit dhe marketingut të produkteve bujqësore. Ndërmasat konkrete që duhet të ndërmarr janë një kuadër i ri ligjor dhe fiskal për nxitjen e formimit të SBB-ve. Aktualisht tantimi mbi fitimin për SBB është 5%, kurse fermerët e veçuar me xhiro deri në 10 milion lekë në vit e kanë 0%. Pra kjo qasje nuk e nxit formimin e tyre. Strukturat kolektive duhet kishin lehtësira fiskale shtesë. Gjithashtu subvencione vetëm për projekte të bashkuara, mbështetje teknike dhe menaxheriale nga shteti. Vizioni që parashtrova nuk mund realizohet kurse si nga një parti në pushtet e cila e ka lënë të kalben hambart e bujqësisë shqiptare si zona e Myzeqes dhe Korçës, nga një parti e cila edhe aty ku banorët kultivojnë produkte bujqësore blegtorale u rrëmben ujin për t'ia dhënë hidrocentraleve të mijëve të kryeministrit, si në fshatrat e Kurdarisë, të Martaneshit e të Lumit Vlorës, nga një parti e cila tokat bujqësore dhe kullotat e gjedhve po i zapton me panelet diellore të Belinda Ballukut, si në zonën e Maliqit, të Taçit në Sipër e në fshatrat e Fierit. Ne Lëvizja Bashkë jemi në krah të fermerëve shqiptar për rimëkëmbjen e bujqësisë në vend përmes subvencioneve shtetërore dhe atyre ndërkombëtare, por më parë ky vend duhet heq qafe hajdutët. Faleminderit.